Në fillimin e këtij viti, u lançua për publikun një projekt ligj i Ministrisë së Turizmit dhe Qeverisë Shqiptare, i cili ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në njësitë hoteliere të qytetit të Vlorës. Projekt ligj ky që më pas u miratua si një nisëm e Qeverisë Shqiptare dhe u konfirmua publikisht nga kryeministri Edi Rama në muajin mars përgjatë një takimi me tur operatorët e qarkut zhvilluar në qytetin e Sarandës. Në projekt ligjin në fjalë parashikohet që nga periudha prej 1 majit deri në fund të shtatorit, hotelet nuk do të mund të deklaronin në më pak se 60% të dhomave që i kanë të shfrytëzueshme. E thënë ndryshe, nëse një hotel ka 100 dhoma, 65 prej tyre duhet i deklaroj me turist të prenotuara për gjatë këtyre muajve, ndërsa nga 1 tetori deri në 30 prill, kriteri i shfrytëzimit do të zbriste në 30%, pra nga 100 dhoma hoteli nuk do të mund të deklaroj më pak se 30 prej tyre të mbushur me pushues. Por pavarësisht miratimit të nismës, ajo u la si marrëveshje mes Qeverisë Shqiptare dhe njësive hoteliere. Praktikisht, ata tur operator që do ta pranonin këtë kriter shfrytëzimi do të shpëtonin nga kontrollet e repta. Për të gjithë ata të cilët nuk e pranonin, do të kishte kontrolle rigoroze në shfrytëzimin e dhomave të njësive hoteliere. Kjo nisëm u bë për shkak të një sër abuzimesh nga njësitë hoteliere ku megjithse hotelet në Bear kanë qenë thuajse plot, ato deklaronin vetëm një minimum të dhomave të prenotuara. Siç mësohet nga televizioni 6+1 Vlora, pjesa më e madhe e subjekteve private në Vlorë, të cilat i përkasin kategorisë njësi hoteliere, e kanë pranuar këtë marrëveshje. Sipas informacioneve, 70 deri në 75% të njësive hoteliere në Vlorë janë plotësisht dakord me kriterin e shfrytëzimit, duke pranuar kushtin dhe duke shpëtuar në këtë mënyrë nga kontrollet. Praktikisht në qytet, duke filluar nga data 1 maj, në pjesën më të madhe të hoteleve të Vlorës, nuk ka dhe nuk do të ketë në vazhdimsi kontrolle. Pasi pavarësisht sa klient kanë, 65% të dhomave do t'i duhet i deklarojnë të prenotuara dhe do të paguajnë sigurisht taksat dhe detyrimet për to. Ekziston ende 1/4 e numrit total të njësive hoteliere në qytet, e cila nuk e ka pranuar këtë kusht, por edhe kjo pakicë nga dita në ditë po shkon drejt tendencës për pranimin e kushtit dhe për të vazhduar në mënyrë të qetë sezonin veror. Kontrollet parashikojnë gjobitje nëse deklarimet e hoteleve nuk do të jenë të sakta me deklarimet e dhomave të shfrytëzuara. Gjoba që janë në shifra të majme dhe në rast përsëritje shkojnë drejt pezullimit të aktivitetit. Kjo është edhe një prej arsyeve përse kjo marrëveshje është pranuar në mas në Vlorë.